Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme që të adresojmë tema të cilat marrin rëndom drejtime të paditura, nëse lihen në rrjedhën e lirë të furnizimit dhe të vëlimit të 700 tenxhereve politike dhe mediatike. Duke filluar nga tema e drejtësisë, e cila është një temë ku askush dhe për asnjë arsye nuk mund dot të na vërë në diskutim leadershipin si forcë politike, vullnetin si shumicë qeverisëse dhe vendosmërinë si trup udhëheqëse e Shqipërisë në raport me gjithçka që ka ardhur pas kalimit të reformës në drejtësi dhe gjithçka që presim të vijë më tej. Ne kemi bërë atë që nuk e ka bërë askush dhe jo vetëm nuk e ka bërë askush, por nuk e ka marrë guximin ta parafytyroj askush përpara se sa ne të merrnim mandatin e parë. Kemi hapur një shteg historik për drejtësinë dhe e kemi hapur duke u tërhequr plotësisht nga territori i pushtetit gjyqësor. Sot askush nuk mund të tregojë me fakte se me fjalë, me spekulime, me qëllime të liga gjithkush mund ta thotë. Por me fakte askush nuk mund të tregojë se ku lidhet dhe si lidhet pushteti politik dhe pushteti ekzekutiv së bashku me legjislativin si shprehje e pushtetit politik me të gjithë proceset e brendshme në sistemin e drejtësisë që kanë të bëjnë me promovimet, që kanë të bëjnë me emërimet, që kanë të bëjnë me inspektimet, që kanë të bëjnë me shkarkimet. Ky është fakt. Ne nuk kemi asnjë pushtet me kapacitetin për të ndërhyrë në këtë zinxhir. Dhe nëse nuk ke kapacitet të ndërhysh në këtë zinxhir, siç ka ndodhur në të gjithë historinë përpara se sa ne të merrem përsipër këtë qasje rrënjësisht të re, atëherë nuk ke se si të kesh, e lërë pastaj të akuzohesh për kontroll mbi pushtetin gjyqësor. Faktikisht, sot mund të thuhet gjithçka dhe thuhet gjithçka për çdo gjë, normal, por askush nuk mund të jap fakte për mungesën e pavarësisë së drejtësisë. Drejtësia sot është e pavarur dhe kjo është pak, patjetër që është pak, se një drejtësi e pavarur nuk është e mjaftueshme për të garantuar një demokraci funksionale dhe një shtet të së drejtës, pasi drejtësia duhet të jetë e pavarur, duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë dhe profesionale, dhe në këto të tjerat ka shumë për të bërë akoma, aq më tepër që drejtësia jonë është pavarësuar në një shtrat të përgjakur dhe të ndyrë. Në shtratin e përgjakur dhe të ndyrë të drejtësisë që për 100 e kusur vite nuk ka qenë kurrë as e lirë, as e pavarur. E paanshme, jo. Kështu që prandaj shumë çka që nuk shkon
më vjen keq ta them për ata që e kërkojnë nga ne, dhe më vjen mirë ta them për ata që na akuzojnë ne, nuk ka të bëj fare me ne. Sepse ne e kemi dorëzuar shpatën e pushtetit gjyqësor tek pushteti gjyqësor. Ne kemi qeverinë e vendit, por nuk kemi qeverinë e sistemit drejtësisë. Qeveria e sistemit drejtësisë është e mirë përcaktuar në gjithë arkitekturën e re të sistemit dhe përbëhet nga këshillat e gjyqësorit, këshillat e prokurorisë, inspektoriati i lartë i drejtësisë, inspektori, më saktë, dhe në këtë drejtim ne jemi këtu vetëm për të bërë durim të madh, durim strategjik në funksion të gjithë vizionit tonë për transformimin e drejtësisë. Nuk kemi pasur ndonjëherë, të paktën unë jo, por edhe të tjerë me të cilët i kam ndarë këto çështje lidhur me këtë temë qysh në kryet herës, iluzionin që gjithçka do të funksiononte sahat në një kohë kaq të shkurtër. As iluzionin që gjërat nuk do të shkonin siç normalisht duhet shkojnë, se s'kan si shkojnë ndryshe, kur ngrihen institucionet të reja. Kështu që institucionet demokratike, ndryshe nga fëmijët, nuk rriten aq shpejt. Një fëmijë i duhen 20 vjet nga bebe, po le të themi 18 nga bebe për të bërë zgjedhës dhe për të qenë plotësisht përgjegjës para ligjit. Institucioneve i duhen shumë më tepër dhe shteteve i duhen shumë më tepër. Nëse reforma në drejtësi dhe pavarësimi i drejtësisë do të ishte bërë 35 vjet përpara, sot do ishim duke folur gjëra krejt tjera. Dhe sot ne, frymëzuesit, mbështetësit, udhëheqësit e reformës drejtësi, jo vetëm që flasim gjëra të tjera nga ato që mund të flisnim nëse reforma do ishte bërë 35 vite më parë, por jemi detyruar të dëgjojmë edhe shumë gjëra të cilat absolutisht nuk na takojnë. Megjithatë, një gjë dua ta përsëris, fjala e mençur e fqinjve tan nga ana tjetër e Adriatikut që kanë parë shumë dhe kanë parë shumë përpara nesh, shumë çka që ne e shohim sot, që thot bebja nuk mund të hidhet kur poshtë bashkë me ujin e pist, duhet të na udhëheq në të gjithë këtë rrugë ku durimi ynë duhet të jetë heroik përballë gjithë llumit që na vjen nga të katër anët, lidhur me diçka për të cilën nuk kam asnjë dyshim. Historia do të mbaj mend vetëm një emër, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Do të mbaj mend vetëm një kohë, këtë kohë të reformës dhe të pavarësimit drejtësisë. Të gjitha të tjerat do t'i marrë era. Por, në ndërkohë, ne jemi në këtë kohë, ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe duhet vazhdojmë të përballemi me llumin që vjen nga të katër anët drejt nesh, me gjithfar akuzash dhe me gjithfar shprehjesh të barbarisë që karakterizon një periudhë kur demokracia është ende një qenie në formim e sipër dhe jo plotësisht e formuar.
Në ndërkohë, tjetra që është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë ta komunikojmë me publikun, ta komunikojmë me njerëzit pasi nuk është një çështje teknike. Ne, e tha kryetari i Kuvendit në fjalën e tij, e ngritëm çështjen e antarësinë në Bashkimin Evropian në një çështje mesnesh dhe atyre që kishim nga mbrapa. Them nga mbrapa se ne përballë, siç edhe juve jeni në dieni, nuk kemi kënd. Ne përballë kemi